quhem Antonio Shyti, studioj në shkollën Fanoli. Kam nisur rrugëtimin tim duke krijuar disa projekte të vogla së bashku me mësuesin e mjetit. Dhe më pas e kam vazhduar atë duke bërë lider e klubit STEM të shkollës sonë. Në fillim do t'ju falenderoja juve për vlerësimin që më keni bërë, duke më zgjedhur lider të klubit STEM kombëtar. Tani do ju prezantoj 3 nga projektet e mia kryesore. Në fillim kemi shtëpinë inteligjente, ose The Smart. Siç mund ta shihni, kjo shtëpi është ndërtuar nga 2 cipa. Cipi kryesor, Arduino, i cili shërben për kodimin dhe ndezjen e dritave, dhe cipi wireless, i cili shërben për lidhjen me telefonin nëpërmjet një programi aplikativ. Kjo pajisje shërben për të fikur ose lidhur dritat edhe nëse ne jemi larg shtëpisë sonë. Kjo gjë është shumë e rëndësishme, pasi këto kohë ne duhet të përsërisim sa më shumë energji. Tani do ju prezantoj projektin tim të dytë, i cili quhet Validësi automatik i lumës. Në fillim, siç mund ta shihni, kemi depozitën, e cila përmban ujë, dhe këtu është pompa, e cila kur të nizet bën që uji të kalojë nëpërmjet tubave dhe në fund të shkojë tek tubi kryesor, i cili e derdh tek lumja. Ju mund të pyesni se si funksionon kjo gjë. Atëherë, siç mund ta shihni, tek deu i lumës kemi 2 elektronë, të cilat masin lagështirën e leut, dhe në qoftë se kjo lagështirë nuk është sa numri i caktuar, kjo jep sinjal te mikrobiti dhe mikrobiti e çon këtë sinjal tek pompa, gjë që bën që uji të derdhet dhe lulja të pavitet automatikisht. Dhe kjo na ndihmon që lulet tona të mos tahen kur ne jemi larg. Siç mund ta shihni, në dorë kam projektin tim të radhës, të quajtur zilja inteligjente. Kjo zilje është formuar nga një chip Arduino së bashku me 2 pulsantë të cilët krijojnë efektin e zhurmës dhe antenën. Qëllimi i këtij projekti është që nga kudo ku mund të ndodhemi në shkollë, me një të shtypur butoni, zilja të mund të punojë, ku antena merr sinjalin të cilin e çon tek pulsantët duke ndezur ziljen. Kjo gjë mund të jetë shumë e rëndësishme në të ardhmen, pasi mund të përdoret në disa institucione arsimore, ku me një të shtypur butoni mund të bjerë zilja e pushimit. Këto ishin 3 nga projektet e mia më të mira. Uroj që në të ardhmen të kemi sa më shumë projekte së bashku. Ju faleminderit.